أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين. E falenderojmë e madhnojmë Zotin Dhul Gjelal, aja është I vetmi që meriton falenderim, aja është I pari pa fillim dhe është I fundit I pa mbarim. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelal për çdo dhunti, mirësie, begati që na I ka dhuru. Të tilla ndaj nesh janë të shumta, sa që nuk kemi mundësi edhe për t'i numru. Përshëndetjet, selamet qofshin për Muhammed Mustafan, mësuesi njerëzis, sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e me vëllezër dhe ju motra, hamdi qof Zotit Dhul Gjelal që jemi zgju shëndosh e mirë dhe mendjen e kemi pas të besimi, të virtyti, të aja që na ngrit, na nderon dhe na mban gjallë, të besimi ynë në Zotin Dhul Gjelal, të identiteti ynë, të familja jonë dhe të çdo vlerë kombëtare dhe fetare jona. Hamdi qof Zotit Dhul Gjelal që jemi shëndosh e mirë, kemi ushqimin e mjaftueshëm ditor dhe jemi të sigurt me dal ball hapur para çdo kujt. Kujna ju gërshëtohen këto tri gjëra, vetëm se Zoti ja ka dhënën tër dynjan me të gjitha të mirat e saj. Të dashurit e me, thirrja e parë qëndron drejt xhamis, sepse xumaja qëndron mes dy thirrjeve. E para thot, nxitoni në përmendjen e Allahut, Gjalla shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu. Dhe e dyta thirrje është shpërndahuni në tokë dhe kërkoni nga mirësitë e Zotit Gjalla shanuhu. Mes këtyre dy thirrjeve gjithmonë qëndron besimtari dhe besimtarja dhe janë shumë të vëmendshëm dhe shumë të kujdesshëm. E para për me nxitu aty ku të thirr I madhi Zot Dhul Gjelal, me nxitu, me shpejtu dhe me kryen atë që po e kërkon nga ne I madhi Zot Dhul Gjelal. Dhe në moment që ta përfundojmë përmendjen, adhurimin e Zotit Gjalla shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu, me u shpërnda me shpejtësi në tokë për të kërku nga mirësit dhe nga begatitë të madhit Zot Dhul Gjelal. Fillova me këtë për t'i dhënë një përgjigje të gjitha atyre që ndoshta mendojnë se besimtarët janë të destinuar vetëm për ibadet, ata qysh e kuptojnë vetëm për t'u falë. Ne besimtarët na ka mësu I madhi Zot se ibadet është edhe mira Zotin sejdë, mirë po edhe atë që ka na I ka leju Zoti dhe na ka urdhnu me kërku nga risku, nga puna, edhe ajo është ibadet. Islami nuk zgjedh mes xhamis dhe mes jetës. Ai bashkon të dyjat, edhe xhamien edhe jetën. Ai na mëson se adhurimi I sinqert duhet të lindë njeri të dobishëm. Një adhurues në Zotin do të jetë njeri I dobishëm as pari për vete, për familje, për fe, për shoqëri, e për atë dhej, e për njerëz në përgjithësi. Ndërsa, angazhimi në jetë duhet të mbetet gjithmonë I lidhur me Zotin Dhul Gjelal. Çdo angazhim që e bëjmë për jetën, gjithmonë duhet të shiqohet nën parimet e urdhnit të Zotit Dhul Gjelal. Kush e kupton këtë ekuilibër, e kupton në një nga mesazhet më të thella dhe më të mëdha që e ka xumaja. Xumaja ka edhe adhurimin, po edhe jetën. Namazi e ka edhe adhurimin, edhe jetën.
dhe ata dhe ato cilët i ndajnë, ata ja bojnë domin më të madh. Këtu janë dy ekstreme. Është një pjesë e fetarëve të cilët mendojnë se vetëm duhet të adhurojmë, në atë kuptimin vetëm në rrim në xhami. Edhe e neglizhojnë punën, e neglizhojnë dynjan, gabim i madh. Besimtari ka kohë me adhuru Zotin dhe ka kohë për të punu, dhe që të dyjat janë falënderim ndaj Zotit. Dhe ekstremi tjetër, i majt, ekstremi tjetër, thujnë, na s'kemi kohë për adhurim, ne jemi të punu, kush na man? Pse neve lejleku ato na mojta? Kush ato na mojt? I madh i Zot Dhul Xhelal, fetari ka të dyjat, edhe adhurimin edhe punën, edhe angazhimin për dynjan, dhe një fetar i cili është i qëndrueshëm edhe ekonomikisht, edhe është i dobishëm për të tjerët, Zoti e don këtë fetar. Jo një fetar i cili vetëm e krun mjekrën që aty edhe rrin xhami. Mirë po besimtarët kanë nevojë për një fetar i cili është edhe dorëzgjator, edhe zgjidhës i shumë çështjeve të kësaj dynjaje. Për këta i madhi Zot Dhul Xhelal ka thonë, o ju që keni besuar Allahun, kur thirrët e zani për namazin në ditën e xuma, nxitoni në përmendjen e Allahut dhe lini tregtin. Kjo është më e mirë për ju nëse e dini. E para, urdhër me ndërprej dhe me ju përgjigj thirrjes Zotit. Në moment që të përfundon xumaja e kur të përfundon namazi, shpërndahuni në tokë dhe kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë atë që të shpëtani. Dashurit e mi, kush e hap ditën me këtë mesazh për të adhuru Zotin, për t'ju përgjigj Zotit dhe për t'ju përgjigj mejdanit punës, është nga besimtarët e zgjedhur, të dashur dhe të veçantë të të madhit Zot Xhalla Shanuhu wa Xhalla Xhalaluhu. Të dashurit e mi, njëri nga ulemat e mëdhej të Islamit, siç ka pas të shumt dhe ka të shumt, Mustafa Mahmudi thot, ne jemi shumë më pak Islam se sa pretendojmë. Sepse Islami është feje dijes, sepse Islami është feje punës, sepse Islami është feje e moralit fisnik. Islami, ne jemi shumë më pak se sa që pretendojmë ka njëherë. Kur ta shiqojmë vetën, sa që ndrojmë karshi dijes që na ka urdhënu Zoti, sa lexojmë, mësojmë, studiojmë, sa i ndjekmi me xhlisët e dijes, sa ulmi me të ditur, sa shoqërohemi me të ditur, sa investojmë për diturien, sa dalmi se pak jemi në minus. Mirë po, kur shohimi punën, sa bëjmë punë, sa kemi angazhim për punë, sa kemi konsiderat, precizitet, korektësi, dashamirësi për punën, gjithmonë duhet ta shohimi veten në minus. Dhe kur shohimi moralin fisnik që duhet ta kemi, na me automatizëm kanjëherë themi, pasha Zotin e lëm, Islami është i pastërt nga shumë nga ne që nuk jemi në nivelin e detyrës ndaj këtij dinit Islam. Dashurit e mi, thot, ajo është feje mendjes. Islami është feje mendjes. O musliman, futneni mendjen në punë, futneni mendjen në shërbim të gjërave. Ajo është feje urtësijës. Besimtarët duhet kjenë të urtë, larg pamës, duhet t'i nuhatin gjërat shumë larg, duhet t'i nuhatin gjërat. Ajo është feje e dialogut të mirë. Po na mungon dialogu i mirë, bashkëbisedimet e mira, po na mungojnë të dashurit e mi. Është problemi madh që sot
nuk po mujna mi pa në debate duke bërë debat të kulturuar, të qytetëruar, të emancipuar, një debat që ngjall nostalgjitë ndëgjuesit, që të njëjtën kohë e jep një mesazh të kulturës së debatit, që të njëjtën kohë jep mesazhe të mira për masën në përgjithësi. Jemi të irrituar nga debatët. Për këtë arsye pjesa dërmuese më e madhe e jona i kemi lënë anash emisionet e debateve. Bile javçojmë një selam që tyve analistave. O vallai, kot jeni të fol se kush sa t'ju të dëgjuan. Po që ato 50 euro, 100 euro për meditje, shkoni merrni. Apo kupton? Ama kush nuk aty ndëgju pe popullatës. S'po ku që ky xhamati jam. Kush ju kom thon kush mos i ndëgjoni këta që ngjallin inat, urrëtie, nërskamza, tradhtina, dyshime nga më të ndryshme. Kush nga ne nuk kemi kohë nga koha jonë e vlefshme me ju ndëgju juve edhe kur mos ju ndëgjofshmi. Derisa t'ja filloni me fol mençur edhe mirë. Kjo është feje bashkëpunimit të mirë. Na do me pas bashkëpunim të mirë, reciprocitet të mirë, do ta përkrahami të mirën. Nëse dikush ta ka bërë një shërbim, mundohu njëjtë ngjajshëm apo edhe dy fishin e atij shërbimit me ja kthyen. Nëse dikush të ka falenderuar në një metodë të mirë, ti përdor fjalët, metodologjinë më të mirë për me falenderuar. Nëse një herë është ngrit dikush në kam, ti 10 herë ngrit ju në kam atij personi. Kështu na mëson ky din islam, dashurit e mi. Ata që nuk i falenderojnë njerëzit, ata nuk e falenderojnë as Zotin, atij qofsh mi fal. Pra kjo është fe e bashkëpunimit të mirë, e ku jemi ne ndaj tërë këtyve që i falëm dhe i bashkëbisedum. Ku qëndrojmë ne muslimanët e posaçërisht ne që jemi të xhamisë, ne xhamati. Të dashurit e mi, të gjithë flasmi për përsosjen e besimit. Dhe ajo është pika kryesore e besimit. Nëse çështjen e besimit drejt, sakt, nuk e kemi të kristalizuar në zemrën tonë, në mendjen tonë, të gjitha punët tona do të orientohen jo drejt, jo mirë, as për dynja, po të njëjtën kohë as për ahiret. Besimi është aja lokomotiva kryesore që na tërheq në punë të hajrit, sikur që edhe besimi i drejt është orientues, busull për ne, për veprat e tona dhe për angazhimin ton. Morali i tij i lartë është forca më magjike që tërheq zemrat e i bashkon ato rreth besimit të pastërt. Morali i mirë, morali i lartë, i forcon shumë dhe i tërheq njerëzit. Dashurit e mi, sot për çka i bojmë përshtypje njerëzve? Mund bojnë përshtypje njerëzit e kulturum, mund bojnë përshtypje njerëzit e qytetrum, mund bojnë përshtypje njerëzit e civilizum, mund bojnë përshtypje shumë njerëzit që kanë sjellje. Mund bojnë shumë përshtypje njerëzit që kanë moral, që kanë edukat, që kanë qytetari, që kanë nivel, që kanë fjalor të pastërt, fjalor përbashkues. Mund pëlqejnë shumë njerëzit dhe i kam për merak që janë familjar, njerëzit që janë punëtor, njerëzit e dijes. Unë i kam për merak njerëzit atdhetar, njerëzit fetar, po jo të cilët e kuptojnë atdhetarizmin edhe fetarizmin veç pej kërthizës dhe i të gjojt. Veç ka po mdel mua në isen. Jebe këto janë dekt, merë javë 4 tekbire, falem namaz gjenazës. Ne jemi të folën për ata që na tërhekin. Në çdo kohë, në çdo vend, në çdo moment, i plasojnë më të mirën masës njerëzimit dhe i nxjerrin vlerat e mira kombëtare, fetare, familjare dhe njerëzore. Mu këta më tërheqin.
Dhe këta janë shtytës të besimi në Zotin Dhul Gjelal. Janë disa mekanizma që na çojnë të besimi në Zotin Dhul Gjelal. Na muj me fol shumë për besimin, shumë muj me fol për besimin, ama kur gënjesh, kur të tradhtosh, kur të bajsh në skamza e tradhi, kur të shpionash, kur të na përkëmbësh, kur të përgojash, kur të shpefësh, kur të bësh faktor destabilizimi. Ja, kërë i puna. Njerëzit mas pari du të më na i besu neve dynjan. Kur të na i besojnë dynjan, na i kanë besu edhe kanë më na i besu edhe besimin që u aparaqesim. Në moment që nuk kanë besim të ne për dynjan, ka t'ju folmi për Zotin, ka t'ju folmi për xhenetin, për çta Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam njerëzit mas pari ja kanë besu dynjan. Disa dhe kanë vdekje, kanë shku në dynja, duke mos e besu Muhammedin, besimin në Zotin Dhul Gjelal. Amo çka kishin për këtë dynja, kërejt që ishin edhe jalonshin atina, edhe të njëjtën kohë i kërkojshin zgjidhje më na bëhen për çështje të dynjas. Dashurit e me, kush ta beson dynjan, ka më ta besu edhe ahiretin. Fatkeqësi e kohës. Një pjesës të fetarve nuk janë t'ja besu dynjan. Fatkeqësi e kohës është. Një pjesës të fetarve nuk janë duke ja u besu dynjan, edhe ma heq nuk ja besojnë ahiretin. Të dashurit e me, Allah e mëshirof Muhammed El Ghazalin që e nxjerr kaq bukur dhe kaq mirë, do thotë këtë sfjegim. Dashurit e me, këshilla e radhës është mjerimi i popullit ka qenë objektiv i një pjesës të madhe të sunduzve, sikur që është edhe sot e atyve qeveritarve. Si mi të folë për këta tonë, ta edhe mos na i merrni përgjithësi. Thot, lënia njerëzve në kthejtrat e fukarallakut dhe të mjerimit ka qenë objektiv i shumë sunduzve, i shumë qeveritarve të një pas njëshëm në kohërat e shkuara dhe të më passhme. Kanë pas për fokus, për qëllim që masën me lanë varfni. Pse? Çka ti servojmë, pastaj këta e marrin? Se ka nevoj për nej kaqek, ka nevoj për nejve, çka t'ju thujmë këtyve, këta më në ndëgju nejve. Sepse mjerimi i masave është prej shtyllave, mbi të cilat ngritet, apo ngritën politika e zullumit dhe e të merrit. Nga këtu është përhapur fukarallaku në lindje, e sidomos të muslimanët në veçanti. Feja dhe njerëzit e saj u vendosën në shërbimin, apo në shërbim të nxitjes së njerëzve ta pranojnë një gjë të tillë dhe ta justifikojnë. Në vendet e lindjes, në një pjesë tek muslimanët, e justifikojnë edhe fukarallakun. A di çka i thojnë? Pej Zotit, është Zoti atu na dashtën. Kush është fukara këto, ka më koni pasur në dynja. Kryesorja është mira Zotin sejdë. Po, elhamdulillah, ti kofsh mi falë. Kur nuk e mohojmë këtë? Ama, për me hangë, për me pi, për me vesh, për me mbadh, për me ndërtu, na dojmë mjë lypën tjerve. E valla që kja nuk është. Bile gjonë edhe fetfa, edhe fjalime nga më të ndryshme, ku e kanë hipnotizu masën që mu konë gjëna je musliman i mirë. E keni vrejt edhe na sot kur ta nkohemi, krejtë kur të bënë viktima, a gjëna bre, njeri mirë koka. Nuk ka gjëna mu viktimizu. Ashtë prapa mbeturi me bon një gjatë të këtil. Mu viktimizu, ashtë prapa mbeturi. Njëjtën kohë është niveli më i ulët i ignorancës, i paburrnies dhe i pavizionit. Tekstet fetare që kishin lidhje me këtë gjë u komentuan
me një komentim të sëmur. Përmes kësaj njerëzit harruan të drejtat e tyre, e injoruan dynjan dhe ahiretin e tyre, sepse kush e neglizhon dynjan, Zoti ka me neglizhu edhe për të mirave të botës tjetër në ahiret. Dhe konsideruan fukarallakun në dynja rrugë të drejt, pasurimi për ahiret. Përmes varfnis, përmes fukarallakit, përmes jekave, na kemi me shku drejt në xhenet. Jo, dashurit e mi, krejt që ato që kanë folë për këtë punë, e fatkeqësisht disa i kemi edhe në vendin tonë që hala do thot flasin për këtë çështje, krejt janë të shku që atje ku e kanë ndërtu dynjan. Po japin e po paguin viza me mira era për me shku të ata që e kanë ndërtu dynjan. Po kanë dëshirë që destinacioni, stacioni i zbritjes me u konën që atje. Po ju na keni lodhë mërbura. Ju hala na lodhët. Duke na fol tema të këtilla. Jo, dashurit e mi, besimtari i mirë, i drejt, i dashur, me iman, është ai cili ka pasuri të majshme, punon, bëhet dorë shtrirë për tjerë, bëhet tigër me i furnizu tjerët, nuk mbet dhel për me prit kush pa i servon ndonjë kaçik. Allahu e dën më së shumti këtë besimtar dhe këtë besimtare. Të dashurit e mi, njëri nga ulemat bashkohor të këtij dinit islam thot, ata duan një Kur'an, këta kundërshtarët edhe këta që na flasin ka pak edhe me petkun e islamit, ata duan një Kur'an që lexohet vetëm për vdekje, vetëm për raste mortore, jo një Kur'an që mirët pikë reference për jetën, që mirët pikë reference për familjen, që mirët pikë reference për punën, që mirët pikë reference për ndërtimin e dynjas dhe për destinacionin e fundit për xhenetin. Këtë Kur'an nuk po kanë qef me lexuan. Pa shat madhin Zot që ky Kur'an është ky. Që ky. Tjetër Kur'an nuk ka. Kush ati lexua të tjerët, valla bilat Allah gjithçka mujnë më kanë, veç fjalë e Zotit nuk mujnë më kanë. E po dojnë me lexu një Kur'an, diçka, mos shkoni, islam tradicional. Kuri puna, që të mrena 4 mureve, të për gjenaze që aty, ti e hoshti, ki për tjetër sen, gjenaze gjije ti, Kuri puna, që shtu kanë mejt një pjesë, edhe e kolegve, si t'ja dhosh 10 euro knoqësh edhe ti ta duar trokit, do thot, shka dush me i thonën edhe me i bon, këta janë dek dashurit e mi. Islami është i pastërt, pej llojit të këtyve njerëzve. Është i pastër Islami prej llojit të këtyre njerëzve. Islami është kulturë, edukat, qytetërim, emancipim. Islami duhet mirët me punë, me infrastrukturë, me ndërtim, me rregullu këtë dynja, me bë xhennet këtë dynja. Se Ibn Qayyim el-Jauzi ka thonë, kush e privon vetën prej hyrjes në xhenetin e dynjas, Zoti ka me privuar prej hyrjes në xhenetin e botës tjetër. Dashurit e mi, Hasan al-Basri, Allahu e mëshiroft, thot, dynjaja është 3 ditë. Prandaj puno, 3 ditë. E para e djeshmja, e cila ka shkuar me çka ka pas. Iku. E nesërmja, të cilën ndoshta nuk do ta arrijm. Dhe sotmja, aja është e jotja, e sotmja. Andaj puno për ta. Që kja sot, që kja është e jona. Punani për këtë ditë, o dashurit e mi. Punani këtë ditë. Se cila ditë e jetës tonë, është mundësia, favori, më i madh për neve, shfrytëzoni. Sepse ndoshta të gjithve, dikon më pak e dikon më shumë, e kanë rrogojlet e dynjas. Edhe po mendon që çka më ka ndodhur mu nuk i ka ndodhur askujt, edhe po e neglizhon, do thot vetën duke e ngushëllu vetën, s'kesh kur gjapi i kësaj dynjaje, mos morraj najsen, mos morr. O dashurit e mi, mos punoni me këtë logjik. Kjo është logjike sëmur. Kam këtë dynja shumë gjëra. Mos më koni mirë këtë dynja, Zoti s'na kish kriju këto.
Valla bilat Allah, nuk ka me mujt, me hi, dikush, me fitu gjennetin e botës tjetër, veç se përmes kësaj dynjaje. Veç se përmes kësaj dynjaje. Për çta Zotin e ka qitë da? Du të mos sfidu vëllaje. E stresi të shqetësuarit nuk ndryshojnë asgjë, por bindja tek Allahu ndryshon gjithçka. Pe stresit, veç mund është me shku me pi barnat psikologëve, me përdor edhe duhemi me u këshillu, do thot me ta, mirë po, besimin e Allahut, bindja tek Allahu, ndryshon gjithçka te ne. Andaj kush ka një ngarkesë psiqike shpirtërore, shkarkimi kryesor është ramja në sejdë, bolli. Ramja në sejdë Zotit është shkarkimi kryesor. Shoqërimi me besimtar të drejt në Zotin dhe punëtor. Njerëz të familjes dhe të qytetarisë. Njerëz të punës, të dynjos dhe të ahiretit. Shoqërimi me ta është shkarkim. Shoqërimi me disa që halapa e quj jargonin, veç ankesa kanë, si jam të mujtë, so boz, ban, bam. Ekni për aty e njerëzve, dashurit e mi. Largonin do thot për aty e njerëzve. Dashurit e mi, në qoftë se feja nuk është sjellje e bukur, fytyre qeshur, i po, dikush o burë fetar është, kur si ashe lam të kesh, gjithmonë nervoz. Thot, a kjo feja serioz? Po, kush ato thonë që s'ka seriozitet? Po ti në bash aty ku du të më konë serioz, hitë si e serioz. Te puna, hitësja jep hakin, aty e që du të më konë. A, feja ka me dveq, mos keshni, a? Qeshni mërë, po s'keshni. Lumëturoni, gëzoni, shfaqni, gëzimin edhe lumëturin. Mos e prit një nesër me u gëzu me u lumëturu. Se këni me arë nesër, keni me thonë, ku po shumë mirë ko kështë na konë dje, pse s'qesha dje, e pse s'bus qesha dje, e pse nuk u lumëturejsha dje. Në qoftë se feja nuk është sjellje e bukur, fytyrë e qeshur, shpirt tolerant, fqinësi e mirë dhe jetë tërheq, se çka është feja? Feja është me tërheq mërë njerëz, me pos fqinësi të mirë mërë, me pos raportet të mirë mërë me njerëzit. Në moment që të thot dikush, me që ta, kujdesni mësu shoqërani, aja dhe feja nuk e ka mirë. Imaneshto këtu, ka dishka. Madame të thoj njerëzit e nivelit, njerëzit e mirë e kam fjallën. Ikve këtina, të vynë feja është besimin në Zotin dhul xhelal. Për para kësaj, në qoftë se feja nuk është nevoj për Allahun, për gjërim, i përhershëm para pranisë ti, lutje për mëshirën e ti të madhe, dhe aspirata që mirësia ti të përfshi tër njerëzit, edhe neve, edhe këtë botë, edhe botën tjetër, atëherë çka mbet feja? Kur ti nish do fetar të luta Zot veç mu jepën këtij tjetrit, thaja qafën. Ty Zotit parin komë ta thyen. Ty të parin. O Zot veç mu. Jo mëre. Ky Islam na ka mësuar, subhanallah. Hazreti Omeri, kur kishte një problem familjar, dalke dhe i të bëjke njerëzit, sidomos rinijën, e veçanërisht ka njerë shpesh edhe fëmin edhe të vjetrit, thëjke, apelut një Zotin që filanit me jashëru këtë smut. Filanit me jabo këtë zgjidhje. Problemet dynjas. Arsyeja se kush lutët për tjertë, me lajkët thëjnë amin edhe tyje. Që të formë. Njoni o ankoj këtë kjo huq, njoni po lutët, Zot merja shpirtin këtina, thash po të i tut, vallaj tha kom nisë mu tut, mu sot tët, Zoti ati kom ja marrë shpirtin, mas para teje, sepse me loj këtë thëjnë amin ty inshallah mas pare. Këta tani ju zbërthenen në gjdo aspekt tjetër, dhe krejt në fond një hoxhi madh i shqiptarve, cilë po mbjen keq që po e lajmë këtë temë në gjyst, po inshallah për ta vazhdu në javën e ardhshme, Hoxhazim Hoxha, Shkodran. Ajka e ulemave trojeve shqiptare, po jo vetëm edhe të muslimanve në borë globin, thot, o Zot,
të lutëm, mos ma sjell të mirën nga të këqenjat. Që moti ki të këshyrë, thot pse? Thot se tani o Zot më bëhet e detyrueshme mi dash të këqet. O Zot, mos na i sjell të mirën nga të këqet. Së tani po du të mi dash ta nga faji ka ta. O loj me dash të keqin problem është. Ha? O Zot, na i sjell të mirën pej të mirëve. O Zot, na bashkan veç me të mirë. O i madhi Zot, na mundësat ju shërbejmë vetëm të mirëve. O i madhi Zot, na ban dorë të zgjatur, që edhe të këqet mu përmirësu për mes të mirave tona. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala.